Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, ka mbajtur fjalën e tij në mbledhjen e grupit parlamentar të PS-s, ku ka folur lidhur me objektivat dhe synimet e sesionit të ri parlamentar që nis më 19 janar. Peleshi tha se integrimi në BE, të cilin e cilësoi si një proces historik, do të jetë fokusi edhe i këtij sesioni. Kryeparlamentari listoi edhe disa nga ligjet që do të miratohen ose ndryshohen në seancat parlamentare. Integrimi në Bashkimin Evropian është një projekt madhor, historik, ku Kuvendi i Shqipërisë natyrisht ka një rol të pasvendësueshëm për të luajtur. Sesioni i parë ka qenë një sesion me një volum të madh pune, të shtuar për shkak të kësaj agjende, por siç e tha dhe kryetari i partisë, sesioni në vijim, në gjithë vitit në vijim, madje edhe viti tjetër, do të ketë një volum vetëm në rritje. Në sesionin e kaluar kemi zhvilluar 18 seanca plenare, janë miratuar 41 ligje, 64 vendime, ligje të rëndësishme që kanë lidhje me përshpejtimin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, mbështetjen e reformave të qeverisë, reformave transformuese, zhvillimin ekonomik, nxitjen e investimeve të huaja, mirëqeverisjen dhe mbrojtjen e drejtave të qytetarëve. Ligjet që lidhen me procesin e integrimit natyrisht do të jenë kryefjala dhe prioriteti i pa diskutueshëm që në seancat e para të këtij sesioni ne do shqyrtojmë ndryshimet e kodit penal për përmbushjen e piketave të Bashkimit Evropian, mbrojtjen e territorit, zgjerimin e lirisë së medias dhe mbrojtjen e gazetarëve. Do të miratohen ndryshime në ligjin për organet e qeverisjes së drejtësisë dhe rritjen e efektivitetit, transparencës dhe integritetit të sistemit. Do të përmirësohet ligji për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve për të garantuar pavarësinë, paanësinë dhe llogaridhënien. Do të miratohet ligji për konfliktin e interesave me instrumente kontrolli të brendshëm dhe të jashtëm. Do të përshtatet ligji për komisionet hetimore sipas vendimeve të gjykatës kushtetuese. Do të ndryshohet ligji për mediat autovizive, për transparencën e pronësisë dhe drejtën e informimit. Do të ndryshohet ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, për forcimin e rolit komisionerit dhe për afrimin me Bashkimin Evropian. Ndër të tjera, Peleshi tha se sistemi i transkriptit është në zhvillim dhe përmes përdorimit të inteligjencës artificiale do të shkurtoj afatet e zbardhjes së veprimtarisë parlamentare në kohë reale dhe duke asistuar punën e deputetëve. Peleshi tha më tej se do të forcohet roli i mbikëqyrjes së Kuvendit në luftën kundër korrupsionit.